Këtë automjet që po e shihni ka zënë të hapësirën e trotuarit dhe këmbësorët janë të detyruar që të zbresin në rrugë duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Ky fenomen në këtë rrugë paraqet rrezik sidomos për nxënësit. Por tani e që këmbësorët do të jenë më të sigurt, pasi sot kanë filluar punimet në zgjerimin e trotuarit, projekt ky që fillon nga shtëpia Shëndetit e deri tek shkolla fillore Ibrahim Kelmendi. Ky projekt ka qenë i domosdoshëm, pasi përgjatë kësaj rruge është frekuentimi më i madh i qytetarëve tanë, pasi edhe një numër i institucioneve gjenden përgjatë kësaj rruge, kështu ka deklaruar kryeshefi i Fondit për Punë Komunale dhe Çështje Banesore, Burhan Emrllau, i cili njëherët ka përuruar fillimin e punimeve. Sipas kryeshefit Emrllau, projekti do të përfshijë rrugën me gjatësi 400 metra dhe gjerësi 3 metra, ku do të kushtojë 9 milion dinar. Prandaj ky trotuar ka qenë i nevojshëm ka moti, por sot i ka rradha të filloj, kur dim se këtu gravitojnë 3 shkollat, 2 të mesme dhe 1 fillore, me një numër shumë të madh të nxënësve, si dhe institucionet publike si Shtëpia e Shëndetit dhe Shtëpia e Kulturës. Prandaj besoj që me këtë projekt qytetarët do të përfitojnë e kryesisht nxënësit do të kenë ku të qarkullojnë. Me këtë projekt edhe qyteti do të marrë një pamje shumë të mirë, pasi do të krijohen kushte edhe për parkimin e automjeteve, por edhe për këmbësorët. Në fakt, trotuari do të jetë me pllaka betoni dhe i ndarë me mur rrethues estetik nga hapësira e këmbësorëve, ku aty do të vendosen ulse, hapësira do të gjelbrohet, por dhe do të vendoset ndriçimi. Trotuari ekzistues do të jetë për automjetet, parking dhe automjeteve. Prandaj për trotuari ekzistues ka qenë edhe parking edhe për qytetar. Prandaj nevoja kohës është pasë ky trotuar nuk i plotson të dy kushtet. Sot është nevoja fatisht që të bëhet zgjerimi, kryesisht për qytetarët edhe më së shumti për nxënësit e 2 shkollave, si gjimnazit edhe teknikës dhe shkollës fillore Ibrahim Kelmendi. Po ashtu, përgjatë kësaj rruge, do të largohen edhe disa objekte pasi është kryer procedura e pronësisë. Projekti pritet që të përfundojë brenda një afati shumë të shkurtër, ndërsa punë kryes është ndërmarrja limani Komrainc.